Se një haj ka që vakët sot. Si është i vakët? Ku është goci sot? Ku goci sonte? Mi që një thatë. Klea, welcome back, Klea. Si ku isha unë? Të shkojnë flokët kështu, të shkojnë. Thank you, God. Qa mendimi keti, Crystal? Mendoj që i shkojnë, por pra Beyond është the real Klea. Mos ja kujto atë dhimbje se unë i kam lyer edhe vetë, po për mua s'flet njëri, kështu që po flas vetë. Sa do e thoja pas mbe? Po s'ke ndryshim ti shumë të madh. Jo, unë gjithmonë njësoj, a? Kjo është e rëndësishme që ti je njësoj, mos ndryshosh rrugës. Po ti Klea, qa mendimi ke për flokët e Crystalit sot që i ka kapur bisht me vizë në mes, asë një gjë e re, po? Shumë bukra. Shumë bukra? Pse? Qa në këto komplimente ka qëtata? Ha? Qa ka ndodhur mes të dyja? Çfarë më jema? Çfarë ishte kjo pyetja që? Kena i shqetësim ti, Klea? Po se duhet kenë. mendoj që shqetësimi vetëm i Kleas të kohët duhet janë flokët. Flokët? Po flokët si rriten asaj deri nga pranvera tjetër, po halli është. Se ti kishe një shqetësim me Klean që u vonua, po se di Klea qa ka me ty? Shprehuni, sonte Kesiana sot jemi psikologe. Po pse do ta bëjmë të sharing që s'po e kuptoj? Po se ne këtu jemi familje dhe familja diskuton të gjitha. Pyetja është, apo do të flas më konkretisht? A mendon ti që duhet kemë një shqetësim? A mendoni që duhet të flas më konkretisht? Po më konkretisht më mirë do ishte zonja Eni. Në fakt Klea është pak nonchalant si tip dhe nuk është As pak me shprehet. thënë drejtën, po thjesht dëgjoj. I flasim me karta të hapura. Më mirë. Mos harrotullojmë kështu e Jo mos nga si thua. Kina, se gjithmonë kur i bi nga Kina unë humbas, kështu Humbasim. mirë drejt. Po siç na janë dërguar ca mesazhe për një video ditëlindjeje që Klea ishte në mungesë. Klea, pse nuk erdha atë ditë? Të ditëlindja. Nëse e di se për këtë ditëlindje po flasim, besoj se e di, kaq, je informuar. Dhe kush ditëlindje? Cila ditëlindje? Ka pasur një ditëlindje në horizont? Ditëlindja kujt? Ema? Unë e kam ngushtë është Edhe unë dhe pak, do bëjmë një dasëm për ditëlindjen time, po S'jam në dieni, kush ka pas ditëlindjen këtë kohë? Kush ka pas ma një thoni ju? peshk vërdall ka pasur ditëlindjen që ka notuar në det. Klea e ndjeni që dikush ka pasur ditëlindjen? Dhe isha. Edhe isha. Edhe ishe. Edhe isha. Okej, ta flasim troc tani se mos i bim që dini, unë odha gurin. Ju me që Si po bëni si ata çifti toksik që Sonja se pranojnë Ene? kur njëri tjetrin. Okej, fjalë me ka Klea. Po, zonja Ene, unë jam shumë në dieni që nuk isha tek ditëlindja e zonjës së fjalë. Nuk Krystalit. Nuk erdhe. Pas një ftese të bërë nga unë, Klea nuk erdhi. Për cilën arsye? Sepse mua nuk më pëlqeu fare që u bën 10 minuta bisedë në studio për vonesën time dhe papërgjegjshmërinë time, kur ne të dyja jemi arsyeja sepse vonohet goci bashk, nuk jemi vetëm, jemi të dyja bashk. Dhe ty se pëlqeu me pak fjalë po thua mënyra si Crystal i foli ndaj teje. Po. Okej, Crystal, mund të japësh argumentin tënd për ta Tani kundërshtuar? nisim pak që nga pjesa e parë. Mua nuk më ka ngelur fare hatri që Klea nuk ka ardhur. Unë vetë tek fejesa shoqes time nuk kam shkuar se kam qenë vjet me ditëlindjen në Paris. Me ditëlindjen time është fejuar në të njëjtën ditë. Dhe unë mendoj që njerëzit e rritur kanë angazhime dhe kanë shqetësime dhe kanë dhe gjëra që kanë primare, është shumë normale. Jo kështu e kuptueshme ti, se dëm stomaku pak. Pra, mua nuk më ka ngelur hatri që Klea nuk erdhi në ditëlindje, se mund të më kishte ndodhur edhe mua, siç më ka ndodhur. Mua më ka ngelur hatri që unë e ftova të vinte dhe as nuk më uroi. Dhe një sekond, nuk pranoj, unë nuk e di çfarë justifikimi do thotë që pse s'm ka uruar, por unë nuk pranoj asnjë argument të tipit kam harruar, sepse është çar Instagrami im me foto, me story, është çar goci me video që ne hodhën kur dolëm. Dhe unë mendoj që kjo gjëja është e pa shmangshme. Edhe sikur të ketë harruar, pavarësisht se i ka parë të gjitha, unë e ftova, i thash, Klea, do vish të dalim për ditëlindjen time në Durrës të ham drek? Jo zemra tha kam plane, vazhdoni. Në fakt të drejtë Where's the happy birthday? Where's the happy birthday? Jo, në Kur fakt të për ditëlindje në orën 2 të dielën. Where's the happy Në orën 2 birthday? të dielën. po shiko se Kristali ka shumë të drejtë. Jo, Klea ka pak të drejtë. Jo, dua të them që Jo. mund të jetë evidentueshme nga Klea, Shiko, ta marrim tani. Okej. Si ishte situata? Edhe mua do më kishte ngelur hatri, nëse do flis në atë mënyrë, nëse unë vonohesha apo bëja një gabim apo diçka tjetër. po, do më ngel. Nuk do uroje? Po. Deri në pikën që nuk do Jo, ti uroje? do uroje, por do thoje kam diçka me ty pas ditëlindje. Ti je person që do uroje. Po, Do konfon- Një mendoj që konfronto- njerëzit janë të ndryshëm dhe i përjetojnë gjëra të ndryshe. Patjetër. Dhe- Unë s'po them që për Klean, se Klea është okay. Ti Ne është po shumë them se ka uruar, domethënë.
Jo, thjesht kur i vi notification në telefon, është evidentueshme që dikush e ka ditëlindjen mos unë, mos Kristalli, do e kesh ti. Për shembull nesër pas nesër mund të ketë diçka me ty nesër, do e uroj. Po shiko, unë mendoj nga një bisedë që bëra me tani që po Klea. flasi kam syt me lot. Shiko, nga Edhe një mua më bisedë ngeli shumë hatri dhe tani që po flasim kam syt me lot. Jo, ti nuk i ke syt me lot tani. Unë i kam. Jo. Shiko, nga një bisedë me Kleon e kuptova që ai ishte ndjer shumë e rënduar, madje edhe di që kishte para episodi mua më Një bisedë kur, pse nuk kemi ne në dieni të bisedave që ju keni S'pun ke ti çfarë flasë me intimisht, Kleon, moj? privatisht. Janë ti sekret të vishpër, do bëmi çift bashk. Ti avashti. Avasti është video me mua. Jo, prit. Okej. Prit, se po flisja. Unë nga një bisedë që bëra me Klean e kuptova realisht ishte shumë e rënduar nga kjo gjë dhe ditën që ka dalë episodi më ka shkruar thank you bu që më mbështete la. Dhe nuk është se po jap të drejt faktit që nuk të uroj, po them që ndoshta ashtu ka përjetuar se është ndjer realisht shumë e prekur nga ajo që ka dëgjuar. Erdhe ti të më thuash mua, jo, I did not mean what I said. Jo. Tani, Jo, se ta hodhi larg Kristalli, se unë isha aty. Shiko, para ditën që ne xhiruam, Klea nuk ishte, dhe unë e marr në telefon dhe i them. Klea i them sot të kam rënë në kokë. Po. Thashun, e kam tepruar pak, por dje që isha realisht me nerva me ty. Tani, unë e kuptova që kjo u mërzit pak, por më tha mirë s'ka gjë se flasim. Dhe kur dikush më thot mirë s'ka gjë se flasim, unë e marr për të mirë qenë që okay, s'ka gjë dhe flasim. Dhe nga një moment nuk erdhi më kurrë të flisnim. Ta lëm të ta akuzuarën të flasi pak. Patjetër. A do mbroj ti të flasun? Fol, Shiko, Klea, ne e njohim shumë mirë që Klea është një person që nuk i merr fare gjërat afër zemrës. Domethënë do të jetë një gjë që ka ndruar kaq shumë që ta ketë marrë kaq personale. Kështu që realisht jam futur brenda Kleas, në ndjenjat e pra, Kleas se e kur kam ti nuk kuptuar ishe këtu, shumë. unë thash, ky emisioni nuk bëhet pa Kristal, ti direkt bëhet dhe pa Klean. What do you mean? Nuk e thash. Po ti ju i thash. Jo, Klea nuk e thash të, mos hidh bal, se pas ke përjetuar ke ndarjen sa dhe ke heshur flokët, i ke prer, fiks kur ndahesh nga lidhja toksike. Jo, nuk e thash. Nevojë për një ndryshim. Tani, nëse ti realisht je prekur nga qëndrimi që unë kam mbajtur aty, unë të kërkoj shumë ndjes. Dhe po e them këtu publikisht që të kërkoj ndjes, por ju e dini që unë jam gjithmonë ajo mami i grupit, edhe përpiqem gjithmonë që të jem pak më e rrep se të gjitha ju. Dhe këtë e bëj sepse unë të kam xhan, dhe ti e di shumë mirë që në bisedat tona private, vetëm ne të dyja të kam thënë gjithmonë, mos u vëno, mos i lër gojat e liga të kenë të flasin për ty, sepse në këtë rast isha unë goja lig. Gjithmonë të kam thënë që mos je rregullt, e ja në punë. Mos bëj asnjë lloj vonese që mos i lësh të tjerë të kenë se çfarë të flasin për ty dhe ti e di se sa unë ty të dua. Mos se sa unë ty të kam Mos harro që është pesh Realisht ne morëm rolin Kristiana avokate e jote dhe unë avokate e Kristallit. Unë Por mendoj realisht Kristalli të ka xhan dhe gjithmonë edhe kur u mërzitem sa, po vinte më thoshte, është mërzitur sa Klea me mua, dhe po ma shprehte hallin. Dhe i thash, do vi një moment që do sqaroheni. Dhe mendoj që ky moment nuk erdhi Unë mendoj që të dyja më mërzit? A? Më e mërzit? Okej. Po patë na gjë. Po do të vetëm ne të dyja dolëm kundra dhe vetëm me mua e ka, Po kupton? se ti ishe më egër, ndoshta. Se ka tipin kjo. Është pak më min. Unë jam e sert, pra, në atë moment isha e sert dhe e pranoj. Mërzitëm dot, ti. A ka mundësi që e akuzuara ime të flasit ja. Po, patjetër. Unë mendoj që të dyja e tepruan pak dhe të dyja ishin pak kalamaj. Edhe unë të dua shumë. Po ti ishe më shumë se unë, ti nuk më Ka erdhën mundësi se është ditëlindje. moment dëvësie ky tani. Nuk më erdhën ditëlindje. Ka mundësi. Dhe ja, pse jam e keq, unë Ka nuk më erdhën mundësi dhe ti nuk e ditëlindje. dojnë Mirë, emision. hapim një Ka GoFund. mundësi. Shoh. Për një drejt Po, tjetër. se më. Po folët. Ju nxora jashtë. Jo, nuk flas. Dhe me që ti u mërzite dhe unë të kërkoj falje që nuk erdha ditëlindja jote dhe të dua shumë. Edhe 100 pak me vonesë për të dua. Më fal sa të tasoj. Sot jemi 15 maj. Unë urojmë për ditëlindje, e vlerësoj shumë, faleminderit shumë. Shumë Ratë vitin faleminderit. tjetër. Po nesa unë edhe kur ne po bënim shaka dhe po thoya e vetëm që s'm ka uruar, po thoya unë është Klea, po fare mendja që mund të kishte ngelur hatri. Dhe gjithmonë po përpiqja ta justifikoja, po thoya ha se Klea, e ke parasysh është easy going, edhe përpiqja ta justifikoja. Por më vonë kur e kuptova që e ka bërë si ka ngelur hatri me mua, aty ngeli hatri më shumë. Ishte një moment fani me mirë kisha. Kristallin që po diskutonim, po do e them këtë për zotin. Edhe po diskutonim. Pas më ka urë Klea për ditëlindje, po kush ja vëre Klea se kështu. Vjen ditë dhe, pas më ka urë Klea për ditëlindje, po kush ja vën mendje Kleas. Edhe siç ishte duke ngjeshur Kristalli kështu i kubusjesha. Ndroj Klea. Ndërkohë isha duke e vënë re çdo ditë. E thashë po ti thash nuk ka vëre re Klea, se si jam njëri për bazë Klea. Do të thosh që është tip kështu fani, i harron gjëra ndonjëherë. Tani do si tema me Klean e shoh. Jo, e kam kuptimin e mirë të fjalës. Jo, po për të dalë tek morali i fabulës. Nisur nga eksperienca jonë dhe kjo që na ndodhi.
Duhet falur shoqja kur të harron të uroj ose kur nuk të vjen ditëlindja? A duhet falur shoqja kur del në emision dhe thotë është pavarësisht të vonohesh? Dhe mund ta bëjmë Ndërkohë ne vonohemi të dyja bashkë. Nuk e Jemi në të thash. njëjtën linjë, jemi në të njëjtën linjë vonesash. Të dyja ecim në të Okej, njëjtën Kla, linjë. problemi është që ne diskutuam vonesat, po ti nuk ishe pjesë. Tani do diskutojmë të tjetrën. Ditëlindjen. Me thënë drejtën unë do ta falja, duke e nisur gjithmonë nga situata. Për shembull, në situatën që jeni ju të dyja, do ta kisha falur sepse kuptoj që ajo ka diçka kundrejt meje që s'ma ka thënë, ka një hatër mbet. Po çat fali unë të fali, çat fali unë të fali. Por në raste të tjera, për shembull, që siç the ti për shoqën që nuk të ka uruar për ditëlindje, shoqë që i ke larguar, për shembull, se ndoshta do ta hapësh si tep. Jo, s'ka gjë. Po, do mërzitesha shumë. Do mërzitesh, do ta heqja nga friendzone. Nga friendzone direkt. Po. Ç'është ky muhabet? Po ç'është ky muhabet me Klea? Ti jemi fat që s'e ka hequr nga friendzone. O zemra, të lutem mos më bëj të futem prapa si diskutime. Nëse për te kësaj Klea edhe qau atë ditë, ishte shumë e ngarkuar dhe ishte shumë realisht e mërzitur nga kjo situatë. Vazhdon ajo justifikon. Sa lekë të ka paguar moj vaj? I'm just a baby. Është mbrojtje shpirtërore. Unë e ndjej Klea. I'm just a baby, she del aty dhe full. You're a baby girl. Dhe ka stile, shkum edhe hanga futadeti. S'ka stile që ti s'haje dot futadeti. Po që ne se Klea mendoj që i pastruan brengat tona. Po, tani duam i prap. Edhe bashkë me brengat, pastruam dhe vilën, nga halli, nga qefi, nuk i dihet po shifeni. Pastruam dhe zemrën. Unë jam njëri i parë që kam ardhur në vilë për xhirime. Shifeni këtu është me kamerë që dera e vilës është e mbyllur. Dhe unë jam e para. Nuk është legjend. Është ora 7 e mëngjesit, unë sapo erdha në vilë dhe nuk e di kush jep këtë ide që ne duhet pastrojmë që në orën 7 të mëngjesit. Dikush ka dhënë idenë që ne të vim të pastrojmë vilën. Nuk e di se pse. Fundjavë, diell, ditë e shtunë. Por unë jam gati për të bërë çdo gjë për ta sabotuar. Faleminderit. Ka mundësi se kam ardhur këtu, kam një orë gjysmë po pres ta mbaroj, më lajshim qafe. Ku është Kristalli? Do i bësh pak telefon se mos po ma hap. Ore, ndoshta nuk do më ardh fare. Po pyetja ime është në çfarë momenti kjo dhoma ndaloi së qenuri i dhomë hangouti dhe filloi të jetë magazin. Mora vesh që ka rënë kolera, vdekja kalit. Çe ke atë dorë? Ta shuaj pra. Po është për zjarrin. Çaj, kush i jep këto ide me pa zotin? Kush i jep? Shiko se të paktën, shiko, mendoje pozitivisht, ne jemi 4 vajza që do i tregojmë botës sa të pastra jemi. E po pse pikërisht në të 3, në të 4, pse pikërisht ne? Të tregoj botës, nuk dua, është Jemi të përgjegjshme. Mirë, po nëse diskutojmë, nuk është se do zgjidhim gjë se nuk do ta bëjmë. hajde, hajde. Detyrë ta bëjmë, ta mbarojmë në në fund. Okej? Po, Po pse pikërisht ne? do ta gjejmë pse rrugës. A kemi kështu gjëra pastrimi, mos e të thash? Hajse nuk do vdesësh, nuk ka vdekur njëri nga pluri. Të vdesësh ti sot. E urrej! I morët e to? E lisim shumë me energji me buzëqeshje. Po, tani më dëgjoni mua. Qa me të Do Do nda, po do ndajemi. Unë do marr Kristallin nga që e ka shumë e qef, ti do marrësh Emën nga që e ka shumë e qef. A e qartë. Shiko unë, a mund të këndoj me këtë, ta mbaj kështu? Hajde vazhdojmë me të. Okej, hajde. I ka ndjej. Ti hajde me mua. Ti ku më re mu për pjesë, që më bi për gjithmonë për pjesë. Said I always... Po, kësë janë se unë po këndoj, po të këndoj duke për punët, se nuk të qenë. Shumë e pezisur, do të isha bërë të i. Unë kur bëj punët këndoj në shtëpi. Duhet të durosh. Po duhet të durosh. Vjedhësh këto një herë. Ka moj zemër. Gjithë këto. When the sunshine we shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Oje, ma të lutem, ma Shi, Mos e shku, mos e shku. vizatim mbi çarçaf. Bravo, bravo, bravo. Mos e shkun të lutem, mos e shkun. Atë kërë trupi ty? Edhe s'kur më krye, nuk kam qa bëj tani. Shiko, tani se e kam e plan se si do ta organizojmë gjithë këtë. Ato na tha, prit, kit besim. Besoj procesin. Trust the process. Tani, neve na thanë që duhet zbrazim këtë këtu dhe tjetë e pastër. Duhet ta pastrojmë këtu. Ta zbrazim.
ta zbrazim. Ja, këtu në gjithë fotografi time të zyra. Edhe këtu gjithashtu na duhen për fotot tona kur të fitojmë çmimin. Shqyr, erdhe i qikë në zotit po pastron, sa në lodhe. Shka, nga një anë, mendoj që ty të shkon kjo gjëja. Të pastroj. Ty të ka dalë nani që ti vonohesh, i je papërgjegjshme, që i ke bërë naftën punës. Dhe unë mendoj që është momenti jo që ti tregosh gjitha ndjekësve që ti je gocë punëtore. You think so? Shembull shumë. Ose më po. Shumë i bukur. Në moment të tregosh gjitha atyre që ti mundet dhe ti nuk je ajo që ta kemi nxjerrë në namin. Po, duke pastruar magazinë, do ta pastrojmë Dhe unë bashkë. mendoj ta kemi të dokumentuar të gjitha dhe unë ta bëj me video, ja tregoj. Apo ti nuk e kapësh asgjë me to? Jo mi do kap, thjesht fokusi je ti. Klea, ku jemi? Me pastrimin? Jemi aty ku duhet. Sa i shkon, mërzo shi... Baje këtë se është e kolegu Okej. tënd. Këto janë rroba që do i çojmë në garderob. Tani shita kjo ka kështu si ka pemë sipër. Si le këtë ta shohim që është? Është boj. Ndiri? Nga gjë me këmbë. Haj, se i shtyun, që është kjo komardare? Ua, mashallah, wow, mere? Ja sa i derë. Ua, sa të shkon, Nuk është për problem. da bëj vlog. Këto janë kështu gota plastike, i lajm, këto na duhen për ujë. Kjo është një kështu. Do i lajmë, më hiti më hiti poshtë, do kanë thënë smërç. Kjo gjëja që është bërë Jam shumë atë se nuk e konceptoj dot si këta njerëz lejnë rrashët e veta në këtë mënyrë ushqimin e vet. Unë jam e acaruar sepse nuk jam unë njeriu i duhur për ta pastruar. Po, Ne, tani- në përgjithësi. Do ta pastrosh. Se okej, na bërë dëmin, le ta pastrojnë o vlla. Ja, gjithë kjo tavolin. Gjyna. Kisha kopa e parë këtë tavolin. Kishte marrë malli kështu zezë. Nuk e kam bërë. Ke pastruar ndonjëherë vilen? E kam bërë. Tani po e bëj. Ka bir fasulja. Gjoje pak? Ja, nuk e se është bash. Hape? Të thash që ka një ekosistem brenda. Të thash. Sekondë, se më duket të kjo nuk mund të tregohet në kamera. Jo, nuk është ajo që mendon ti. Apo është çaj me Është çaj. Mendova se ishte ti Jo, çka nuk është ajo. tjetër. Mendoj që të nismë xhamin. E kupton? Po më ha trupi. Unë mendoj të nismë xhamin dhe ti ndërkohë do marrësh të bësh fshes. Ja të ulemi çik pushoj 2 minuta. Po do ta mbarojmë apo do të rrim këtu të pushojmë? 2 minuta se po më ha trupi. Po nëse ta trupi mos ul aty, s'është më keq. Po më ha trupi, Pra, unë çfarë bëj? Çopu. Merr fshesën, nis. Unë do vazhdoj me xhamat. Të di kusë të kërkesja, që e gjetëm. Jingle bell, jingle bell, Jingle all the way. Na gjë, se do bëmi pis. Hajde njerë të shohim çfarë po bëjnë këta. Të zuri Alexi. Hajde hapi këta. Kujdes. O zemra son i kam shumë për këtë sekta. Se ja bukur ke shfarë këto kimikale. Hapi se do më po më kryet shumë trupi. Jo çajere. Nuk është për xhamat ajo Kajsana, është për WC. Po brandaj pak dur në xhep atë se i di çik këto. Fute, hape. Po pra, e ti që nuk më ka ndihmuar fare. Hajde Kesian, hajde se je hirushja ti, bëm punë. Shiko, hajde pak. Hajde, jepi. Po mjafto, Mirë, bravo. Moj hirushe. Ditë natë punon ti. Moj hirushe. Ditë natë punon ti. Jepi, ti se të dëgjoj unë. Qetësi. A? Në qetësi, që të punojmë edhe ne. Ja, shumë të Se të po gjob. Pse? Edhe unë jam shumë entuziazmuar që po pastroj. Në pastërti. Po tani ti ku do ti pastrosh ato që po. Shiko, më dëgjoj, kam strategji. Më dëgjoj pak se do punoj me strategji. Janë atletet e Aldit, o shpirt. O shpirt. O Kristiana! Gjeti atletet e Aldit dhe I mori erë. Më fal, se i mori herë kur dinte që ishte Aldi, sa priste. Kam një super ide. Dhish për të vrarë vete. Kristo, kam një super ide. T'ja çoj. Prandoj. Ta pikto më mirë. Në eshtrat prehistorike të Andales u gjet se si është krijuar dardha.
Shidar dhe e bërë ta. Jo, më shive. Më dëgjoni pak. Shifani pak, pritse. Propsat. Jo, nuk është propsat. Shife, këtu është guri i rozetës. Qytetarët egjiptian. Dhe ai e gjan. Qytetërimi më. Bukuria e përjetshme dhe harmonia. Gjarpri, mbreti në tokë. Kush mund të jetë gjarpi Mira, në ka këtë mundësi vit? tani që të pastrojnë. Po se është bloku im! Bloku im i studentit. Kam qenë kur kam qenë studente. Po i Kam me qenë këto studente. ikën. Është Libri i të vdekurve. Mos hiqe moj se çka kam mallkuar. Oj ti! Ema! Është bloku im, kam qenë studente, unë kam qenë me 10 dhe Po i le këto ikën, hajde kapit. O të ma një sekundë, e parë punës e rëtë në ndërhyt një, Qa po bëni ty, ndërse i para si gjatë? Ju po gjeni atë historikun e Andales. se ne jemi një këm. mos më dilni nga fokusi se unë... Një sekund! Ema! 5, fal. A mund ta di sepse ju dyja erdhët dhe bëtë më shumë rëmuj? Zemra po më shef, kështu shepi drejti merr këtë tatën. Mere ti këtë tate që los me top këtu! Njëra merr këtë. Pse? Mi është ikni nga ana juaj. O e, ma, ke seriozisht? O shpyt Falni. O zemër bllokohesh kur e hedh atë, nuk është uji oksigjenuar. E qa, është me sapune? Se sapun që ka era. Fal, kjo nuk njeh materialet. Se ti një fakt me këtë pistolet në dorë. Fal ti poti. Kisiana. Ambazhur. Ua, sa i bukur ai, ta marrë. Ku do ta marrësh? Ku do ta çojmë? Sa pas kanë lujt këta njerëz, si pas kanë lujt fen. Po ç'a është ajo? Shtet qytet. Akoma? Laptop. Sa u përfituat një laptop Dell, Klea B, fituat një laptop. Edhe një ambazhur. Kush e ka këtë? Zgjidhni, cilën nga vajzat do zgjidhni? Numrat apo shkronjat? A, B, C. E imagjino, këtë mund ta ketë një njeri që ka mallkuar gjithë vilën që kanë vjetur. Ose i ka humbur. A punon? Dhe ti e gjen rastësisht. Klea. Sa ti rregullosh ti këta, unë po çoj si për këtë. Okej? Jo. Nuk vëna. Jo. Po vëna. O Ema. Hajde pak. Hajde. Ku i kanë ti maj? Ja, se po i ke bëj qiqin. Mi shëshyshëm thirë, se s'përria do. Mushkërit. Pas më s'përri do, çfarë po Po thon? ta bëjnë ato që ka me qef, nëse ka me qef. O shpirë duhet me e bë, Kesiana me Klea nuk ta bëjnë. Kesiana thot që duhet ta bëjmë, thot. Të shati bëjmë ta ditë lim vetëm ato. Klea ka me shumë qef, ka që çfarë le ta bëj Klea me Kesianën. Po nuk e bëjmë dot pra, duhet ta bëjmë. Pse do ta bëjmë? Kush e dha këtë ide no Ema? Po, çfarë të bëjmë? Po atje mund po, s'u ta bëj. Hajde të lutem ta bëjmë Do tash. marr ajër dhe do vi. Edhe unë s'u ta bëj si ti, po s'kam ç'a bëj. Kompani pastrimi. Okej. Bubble Clean Service. Ua. Këta bukan super transformime. Qa do kënë këta gjunglën tonë? A ti shkruaj. Përshëndetje. Shiko, Ema u edukua, shiko që po pastron pak, shumë, po e mori mundimin. Po me të drejtë edhe s'dua ta bëj, po tani nga halli. Pas e Krisel herën e parë të lërova, tha po i ke të bëj një telefonat. Herën e dytë ku iku? Fal, ju keni pastru? Po? Na fal. Do të thënë aty, se unë jam dhe palente. Ha? Aty Po po. duket mirë. Po çfarë është kjo? Më vërtet. Aty duket mirë, po e vlerësim. Ah, po tjetër më thuaj, po tjetër. Keni pastruar? A mund ta di pak unë si gardiania jote, gardiania jote? Se ku dreshin ishe, ndërkohë që ne pastruam gjithë vendin. Dhe vjen me ankesa për më tepër. Dukesh 3 orë dhe vjen me gjykim. Nëse ju mendoni që unë po e sabotoj këtë ditë e keni shumë gatim. Po çfarë po Po bën? përpiqem të gjej zgjidhje. Klea. A të shkon ty si princesh, cutesy me fustan roz? Jo, nuk Ti, po manipuloj. po ti më the, në fillim të kësaj dite ti isha ajo që më thej që të shkon shumë shpirt. Sepse nuk doja të të prishte entuziazmi. Po ti më bëre të Shiko, një sekond. Më dëgjoni dhe gjykoni. Gjitha zgjidhjen. Ha.
Morën telefon. Kanka. Në kompani pastri. Sa se the mora Baba! Sa Clean Moj ti service. është turp, më të vinë ata të shohin që Zhuli që ka bërë vila këtu? Dukur Se turp. Na dalin namin e pastaj dalin ato lart e poshtë. Shifa ata kanë në zën shumë. Jo, zhurca të ne e kështu. pastruam gjysmën. Po si pastruam gjysmën, shifa si është këtu. Vinë ata dhe pastrojnë. Është viti 2026. Njerëzit paguajnë dhe marrin njerëz profesional. A kupton që mua më ngjit këpa, a e keni larë me ujë me sheqer, me Jo, do shërbet? lajm prap. E keni larë me shërbet? Do japim Jo, edhe një dorë të tretë. Jo, është lecka zhur, ne nuk kemi pajisjet e duhura, goca. Ajo grasatori aty ka që para erëson. Prap funksionon. Jo, nuk funksionon. Tani ne bë maksimumin. Prandaj ata njerëzit janë 30 zonja aty me pajisjet e duhura. Moj të vit Na shpëtoi! Po dërë një zhurin sa do kam parë dhe më të Shiko, po një gjë tjetër. Këta të vilës sot duhet ta dinë. Duhet ta dinë se ku e ke pastruar në vetë. Jo, do postojmë. Po do marrim vetë. Do postojmë story në Instagram. Bëj foton e ti për shembull me leckë, nuk më fshes. Hajde trasim. Hajde trasim. Ua sa mirë ke bë për zotin. Po jo, nuk na shkon e kjo Do ham trupi me bukë. Hajdeni, këtej, futoni. Oh, shishir. Si jeni? Mirë, u lodhët? Hajdeni. Si u duket? Mirë, kemi parë dhe më keq. Më keq se kaq? Krahasim, po, kemi parë dhe më keq. Wow. Okej. Tani, ato u përposhën, goca, kolegët e mia, por e bën më se ç'ishte. Kështu që unë do a lë juve në dorë, do i sjell edhe pak ato që ti prezantoj me ju, edhe pastaj sa ti urit. Okej, faleminderit. Goca! Hajde. Hisni, shifi që kam si në shpëton. Si jeni? Si kaluat? Erdhët të na shpëtoni? Shiko se neve nuk kemi kaj zhulca. Nuk është ashtu si duket. Jo, ne e pastruam, Shmo keq. Vines, e pastruam thonë. Me tonën e pastruam. Me vegla tona. Tani gjithë shpresë ato na i kemi tek juve, unë mundova shumë që t'isha entuziaste që ta pastronin vetë, po Kristalli nuk më la. Përpara se të filloni, doja t'ju kërkoja një nder, se ne tash jemi kështu që po e morëm përsipër gjë, duhet ta çojmë deri në fund, do na bëni një foto sikur po e pastrojmë ne këtë gjë. Okej? Që të bëjmë gjasme sigur kemi çuar deri në fund. Po, ti gënjej pak ata të Instagramit. Nuk jam fare dakord me çfarë po ndodh, po janë 3, janë 1 dhe nuk kam çfarë. Merë me mirë të tona, se janë Po pra që duket Profesionale. çiksi më, po. Tani ne do ikim, edhe guxoni ankoni prapë për mua, se shive çfarë ju bëra i shpëtova. Andale familje. Mund ta kishim bërë edhe vetë. O anku dër. Po sa me qefe kishe moj Klea. Po si shkove na nxorre namen për zhulin që kemi bërë. Ato teta thanë që ne jemi mësuar më keq, nuk ju duk asgjë. Ore 100% do Ato kanë dalë ishte shumë të mira, ndoshta kishin qef dhe nuk donin që ta mërzisnin, po turp. nejse. Ja shpjegova unë, thash ne jemi artista, merremi me art, jemi gjithkohës kreative, kështu nuk e kemi mendin të pastrimi. Se më mirë që s'mori flokët e mia me xhamat, po Me mjë dhe rrethanor. po ema këtu, po nduk si mami që ka qenë shumë për punët. Po gjithsesi, ja dolëm. Kur mos të mjaftonte fakti që më bëri të vuaj duke nxjerr në publik zhulin ton, vuajtja ime vazhdoi. Dhe jo vetëm. E shohim? E shohim. Mos harroni të bëni subscribe për të parë se çfarë kemi bërë deri në fund. Dhe jo vetëm Crystal, por për të parë të gjitha prodhimet në vazhdim. Mua. Jeni gati Jo. të degustojmë ushqimet tona që nuk i ham dhe ndoshta nuk do t'i hanim kurrë. Vinë edhe erë. Por, me thënë, mendoni që mund të ketë secila. Unë e di që kam një gjë deti.
Domethënë, Klea, okay, gjithë, Klea mendoj që ka gjëra deti. Se ka shpallur që nuk i e ha. imja që ka si malore, si e ngritur, si nuk e dia, duket aty u kthej se shoh, nuk e di çfarë mund të jetë. Ke? Unë zakonisht i ha të gjitha, nuk e di çfarë mund të më keni gjetur që nuk e ha. Okej. Edhe Ti Klea ndoshta imja ke është gjetur ndonjë gjë që përnore. njeh. Edhe ti mua do ma kesh gjetur, shpresoj mos jetë ajo që mendoj. Tabun e para? Hape ti e Hape. para. Ç'është Ç'është sup? Ajo do donte shumë të ishte një supë. Kjo është Pace, shpirt Pace pilaf. paçe me plën. Paçe me plën, o ma ideno, nuk e ha. Si ata burrat që han. Paçe Shikon, pilaf. mbyll mundon dhe ka përcej, është e thjeshtë, domethënë nuk ke nevojë ta përtypësh. Nuk dua ta Për shikoj mua të po se sken. hëngre mirë Po është zemra ashtu se për hapë zotin. Jo, po do e ha. betohem, kjo ma era bakti. Të hungry? No. Disgusting! E hungry? Një pi ujë. Uj. Ora kush e hang këtë plantin? Kusha pace, se thanë që paça hajt në gjesë në pilaf. A jeni normal? A jeni normal? Besoj se ha dikush A jemi normal. Ë? Si mund të hash plant? Plantës okej, po është më keq, është pace. Paçe? Nuk e dia u duk, po unë e ndjeva veten Leila, ishte shumë e shpifur. Përveç erës së baktis që ka plënci, ajo gjëja kishte shumë othull dhe shumë urdhra. Ndoshta për të balancuar të dyja shihen. Okej, unë Nuk zë do provoj provoj më kur. As unë zë provoj kur paçe. Se kam provuar dhe refuzoj ta provoj. A më Klea, ha. Klea këto i ham për A mëngjes. do me t'i bëj me limon? Zgjidh, domethënë ke Hidhi. oktapod, karkalec, Ha këtë se shumë e mirë. kalamar. Zemra, këto janë luks është shpirt, mos me zotin. hunger këto. Domethënë, mendoj që ti duhet mësohesh të hash këto, nëse do një princeshe. Biles në fund kur ta mbarosh do t'i haj unë. Do një biro? Që më pëlqen jeta si Ne këto do i kemi- bukura mbi tokë, tek e bukura të pisha. Okej. Po fal, a mund ta rregulloj pak shihen? Patjetër, vazhdo. Po zot sa është pifur. Hajde. Hajde Klea, provoj këtë se është më e mirë kjo. Ha karkalecin. Si Apo haj. do oktapod. Ja, vetëm kape nga këmba. Nga këmba karkalecin. Sa kam ka karkalecin? Me dorë, Klea. Apo dy. Se di? Klea me dorë është shpirt. Me dorë me shpirt. A do të Çaje ta dysh. donon? Çajen e dy. Po mirë, moj se s'të gjej, se është nuk është i Klea. gjallë, është i pjekur. Është i Ose pjekur. është Ka është karkalec, kupton? Vetëm haj këtë, se mos e ha gjithën. Do na bjerit fix sot. Haje Klea do se ta s'po provosh. doroj do ta ha vet. Do ta provosh sepse Pa je do- për vërtet. Hajde. Një. Hajde provoja. A më bën me hile ta Nuk e ha. haj dot, për zotin se haj dot. Jo, Klea, Po jam i provova shpirt vonë, mere këtë. kështu ja, fa. Emi e mante era bakti. Hajde se ke i tjetër, O na. Klea, të lutem Po ta. je për zotin nuk e haj dot. Dali lot nga së nuk e haj. Hajde Klea. O Klea, të lutem tani. Hajde po na se bënon hëngra. monazh. Nuk e haj dot për zotin, nuk e haj dot. Nuk e haj dot për zotin. Hajde Klea. Të beton nuk e haj dot. Klea Do do bëm se armami shtë kap ta e pushin me dorë. Iku për O zotin. Klea, ke shut me hile. Hajde këtu vrap. Po priti nuk e mos më bën. Ma duket nuk dashke të jesh në një episod të gofsit. Mos vazhdojmë me Do presion. qaj dhe do vjell. Do ketë lot dhe të vjell. Okej. Mos vazhdojmë me presion. Provoje ti O Klea, do të provosh diçka tjetër për të karkaleci? Jo, stua është jo me pak e shëmtuar. Hajde. Nuk e haj dot. Nëse nuk e ha, nuk ke episodin tjetër. Nuk ke. Nuk e bëm O shpirton të ruaj, shpirton në provova pasu dhe mante era bakti. Po djersite nuk e haj dot. O Klea, të lutem tani. A do ta presësh një copë dhe të hash vetëm pas? Ose ha oktapod, se oktapodi është pak më kështu. Nuk ka shije shumë. Klea, tani për te i kamera do ta provosh vërtet. Klea, o Klea do ta Nuk e haj dot, provosh, o Klea. nuk e haj dot. O Klea, vetëm ka fshoje Nuk e pak bëj dhe dot të hidhe. po dridhem nga Okej, mbajti se karkaleci. ka O shpi, po sfida me provu. Nuk e ha dot për zotin, jo nuk e haj dot, nuk e haj dot. Nuk e haj dot do qaj, nuk e ha dot. Nuk e ha dot. Si mund të qaj një njeri për fruta deti? Nuk e haj dot. Okej, mirë Klea, veç më të disë. Kisën atje gos luftarake, ndryshë nga kjo Sharamania. Po kjo nuk do të thotë që unë... Jo, ti do të ja dalish. Hape. Jo! What is that? Është një gjë ngordhur, më çasha. Si kok. Mi. Pas ka dhe si zinxhir si zorr. Kush na do kaq shumë të keqe në këtë kompani?
kukurec? Të lutem, nuk dua ta përmend me zorr, me të brendshme, me çdo gjë të shëmtuar. Me zorr, lidhen zorrët. Prandaj është kështu si zinxhir, se janë zorrët këta. Qa pasër kapur me plëncë me zorë, A sa? mund të kem një gotë ujë afër? Po patjetër. Dhe një qese? Një qese të lutem se do na vjelli këtu. Sa ere, jam unë përballë një kukureci. Edhe kur bëm mbledhje më thanë qa nuk hajtë ashtu një hatë gjitha, po kush e di, ti e ke dhënë të ide? Ti ma do ka shumë Nuk e keqe? kam dhënë si ide, thjesht kam thënë që mund të mos haj këto gjëra. Kam këtu. Si hajtë kjo gjë njëherë? 1/3 e zorrës. O, Zot, bëje sa më të thjeshtë të proces, lutem. Po ti më të shëmtuar në moremi? Piuj. Po ta shijoj një herë. Se ndoshta është e mirë, ndoshta është e mirë, më mëse gjyko. Mëse gjyko librin nga kopertina. Jo. Semra. Mirë. Jo, rej. Si kompani, si familje që jemi. Pami, se bëri duke bukur, ku keni blerë? Ti bëjmë anti-reklam. Je më mirë. Kam ishi kokra. Tani më kapi fobia nga këto që provova ty dhe nuk e di çfarë më pret. Jo. Mos, më keni futur panxhar. A keni seriozisht? Më keni Ne këtu po na dalin zorrët. Ti pati. Më keni futur panxhar? Kes janë, unë edhe sallatën ku e porosis pa panxhar. Hajtë është healthy, ti vdes për gjëra healthy, hajde. Ajo është me shpifër si qep, e pa qërume. Neve na sillni min të dekompozuar. Ose me Prehistorik që i përkasin epokës 1300 mbas O Kristal, që si ka si gjur gjaku. O shpirt të kam provu, nuk është se po shoh për herë të parë. Do vjell për zotin. Me panxhar? Panxhar? Me panxhar? Nuk është me panxhar, nuk është normale. Ai maksimumi mban era dhe, po jo era bagti. Pse e ashtu moj? Nuk e duhet dot. Është ja më e keqe ever. Ma hiqti të lutem, duke di as do të erë. Pra, provuam, zërë se provuam, pache me Me plëncë? provuam të gjithë si staf u kënaqëm me frutadeti përveç të zonjës së punës. Provuam kukurec me të brëndshme dhe zorrët. E një kafshë? Dhe provuam, thash hajt më ta vajmë që kemi me hazër sa. O zemra nuk e ha dot panxhar, më dalin lot nga syt. Panxharin Dhe e duke se urrej ka me urrej më shumë shpirt. këtë kompani Kristal. E qartë. Por, unë jam shumë kurioztare të dim, ne jemi kurioztare të dim se qa urreni ju dhe se keni fobi që të provoni, na shkruani në komente sepse nuk mendoj që ka ndonjë gjë më të tmerrshme. Dhe më thonë nëse është dikush aty jashtë ose unë nuk jam normali që ha kukurrecin dhe paçen. Me plans. U mundova shumë. Ti s'u mundove fare, hajde. Episodin tjetër do mendojmë se qa po Klea ka një dënim. Inshallah s'ka nga ata që thoni ham të gjitha, se s'besoj se i ham. Fal, shife nga pamja. Si mundesh nga pamja. Ju pëlqeu kjo që sapo pat? Dhe nuk kemi dyshime që po gjithsesi bëni subscribe këtu poshtë. Ándale.